Njohësi I ekonomisë në Kosovë, Safet Kërxhaliu, në një intervistë për Ekonomia Online, ka folur lidhur me rritjen e inflacionit mbi 6%, e ku tha se mungesa e stabilitetit politik dhe zhvillimit në lindjen e mesme ka ndikuar që çmimet të pësojnë dhe rritje. Kosova nga viti në vit po hyn në krizë dhe po bartin krizat pa u zgjedhur. Në këtë drejtim efektet e mungesës stabilitetit politik ndër vite I kanë dhënë rezultate veta negative në aspektin ekonomik. Sot Kosova është një shtet I varur nga importi. Në vitin 2025 kemi pas një import rekord mbi 7 miliardë euro. Kemi të kurrje të eksportet të produkteve made in Kosova, kemi pak investime nga jashtë dhe tëra kjo definitivisht po reflekton në rritje të inflacionit, një inflacion që në vitin 2026 e ka arrit një shkallë të lartë mbi 6%, kur kësaj shtohet fakti që pagat qoftë sektorin privat, qoftë në administratë pothuajse janë të nivelit të vitit kaluar, po e shihni që shporta e qytetarëve të Kosovës me produkte esenciale çdo herë më e varfër. Fakti që në vitin 2025 kemi pas ngritje të çmimit të energjisë elektrike ka ndikuar në mënyrë të drejtpërdrejtë edhe në inflacion, edhe në ngritje të çmimeve të produkte esenciale. Fakti që viti 2026 ka filluar tani me një luftë në xhirin persik, ku derivatet e naftës janë në ngritje sipër, e tëra kjo do të reflektojnë në mënyrë zinxhirore që të shtrajtojnë jo vetëm produktet, por shërbimet e ndryshme. Agjencia e Statistikave të Kosovës përmes një njoftimi ka informuar se inflacioni është rritur për 6%, ndërsa kanë pësuar rritje edhe disa kategori të tjera ushqimore dhe shërbimesh.